Tragedia me 59 viktima, qeveria maqedonase shpall 7 ditëzie. Qeveria maqedonase shpall 7 ditëzie për shkak të tragjedisë të ndodhur në Koçan në seancën e sotme. Qeveria përmes një njoftimi thotë se do të merret vendimi edhe për inspektimin urgjent dhe të jashtëzakonshëm në të gjitha lokalet e natës, diskotekat dhe resortet që organizojnë festa. Do të merret vendimi edhe për inspektimin urgjent dhe të jashtëzakonshëm në të gjitha lokalet e natës, diskotekat dhe restorantet që organizojnë festa, ka thënë qeveria. Deri më tani raportohet për 59 viktima dhe 155 të plagosur, ku 18 janë në gjendje kritike për jetën.